Kam bërë gabime, po thoni. Kam bërë gabime dhe gabimet i bojnë këta që janë të nivelit, ata kanë qenë të kategorizuar për para në kuadrët shërbimit sekret bashkëpunëtori, lidhja operative dhe lidhja shoqërore. Do thotë mbi bazë të këtyre kategorive ata kanë bërë rrjetin operativ. Dhe mu mendoj që këta dy gjindën në mes, do thotë në ato që është lidhje operative, është ma pak se bashkëpunëtori janë të futun më thellë, ndërkohë që për Bedri Shabanin e kem ditë që o spion para luftës, para luftës? Po, kem ditë që o spion, është përmen e emri ti. Si ka dëpërtuar të Ka që një arrestuar, kjo e përmen vetë faktit. Ka dëpërtu se... Institucionet që janë shumë ndjeshme për sigurin kombëtare. Klasa jonë politike nuk ka dasht me leju kontinuitetin e organeve cilat e kanë bo Kosovën të rinatën nëntën. Pra ta shenë për shkak të luftrave të brendshme politike që dikush zjetur apsirë. Po, edhe tash, këta janë forcu realisht ma shumë se na, dhe është ditë. Janë forcuar më shumë se na. Po, janë forcu, natyrisht janë forcu. Bashkëpunëtorët e Serbisë duke shfrytzuar situatën politike, çarjet brenda Kosovës janë forcuar. Janë forcu, dhe se janë forcu, do thotë, gjykata e Hagës është produkt agjentoror. Edhe ata që nuk e kuptojnë këtë, do thotë, janë kërkun. Gjykata e Hagës është produkt agjentoror sërb. Zoti Fetoshi, pra jeni duke u marrë dhe fenomen është lufta hibride, janë për këto raste. Një prej. Po dhe është edhe lufta hibride dhe shumë të tjera. Pra, sa jemi të rizikuar realisht? Flasim për qindra ka përmendur, Zoti Kajtazi tjetër ka përmendur edhe shifra edhe më të mëdha. Drejtik mendoj që fillimisht duhet të kemi parasysh kontekstin specifik të Kosovës. Ne kemi qenë brenda ish Jugoslavis dhe absolutisht pajtohem me Zotin Kajtazi që fijet e aktivitetit të spionazhit nga ish UDB-ja, nga BIA sot dhe struktura tjera të sigurisë së Serbisë janë ndoshta më aktive se më herët dhe ndërlidhur me rastin konkret mendoj që kemi të bëjmë me hapin e parë, pra unë do të që të mos përsëritem, do të përpiqem të theksoj dy gjëra që janë këndvështrim i aktivitetit tonë në kuadër të institutit, aktivitetin e spionazhit nga BIA në Kosovë, ne e trajtojmë si një segment në kuadër të luftës hibride të Serbisë kundër Kosovës, e që jam plotësisht i bindur që kemi të bëjmë me evidentimin e lehtë dhe të qartë të pasojave të aktiviteteve në të cilat janë përfshi edhe dy tashmë të akuzuarit që procesin ndaj të cilëve ka fillu për cilët po flasim sot. Dhe dyta, si një segment që duke ju referu kompleksitetit të këtyre rasteve, suksesi ose rezultati i një pune që ndërlidhet me aktivitetet e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë bashkë me inteligencën e policisë, me njësitë e hetimeve. Kemi të bëjmë me një situatë kur sot tashmë jemi në proces gjyqësor me akuzën për spionazh ndaj dy të akuzuarve, Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit. Unë e kuptoj është hera parë që kemi një akuzë të tillë në Kosovë? Me sa di një proces gjyqësor me akuzën për spionazh është hera e parë. Dhe prandaj po them që unë normalisht mendoj që kemi të bëjmë me rezultatet të qarta të punës së OKI-s dhe institucioneve tjera të sigurisë në neutralizimin e rreziqeve që vijnë nga aktiviteti i spionazhit nëpërmjet